Kemi kthyer drejt për drejt në studio, siç edhe ju premtova, do të vjojmë të flasim për organizimin që mbahet nesër protesta në sheshin Skënderbej në orën 17 në mbështetje të ish drejtuesve të ushtrisë qeveritare të Kosovës që ndodhen prej 5 vitesh në Hag. Me mua është bashkuar në studio zoti Gazment Sylla, është nënkryetari i organizatës së veteranëve të UÇK-s. Zoti Sylla, faleminderit që jeni me mua. Merci, faleminderit juve. Po ashtu më bashkohet edhe Ervin Mulaj, përfaqësuesi i diasporës në këtë organizim të protestës së nesërme. Zoti Mulaj, faleminderit që jeni. Kënaqësi. Zoti Sylla, po e nis bisedën me ju edhe në vijim të kryetarit tuaj zoti Gucati që kisha pak më parë. Më thoni si janë organizimet për nesër nga informacionet që ju keni në lidhje me pjesëmarrjen. Po, sigurisht që ne kemi përfunduar gjitha përgatitjet për protestën e nesërme që do të mbahet në sheshin Skënderbej në ora 17. Do të kam mbetë edhe disa gjëra teknike të vogla që do të ndodhin nesër. Ato do të përfundojnë të gjitha. Organizimi po shkon më mirë se sa që kemi menduar. Pjesëmarrja është e paparashikuar, e kemi parapo për një numër tjetër, por na del që nuk di çu kemi menaxhuar ata njerëz që do të vinë në shesh nesër në sheshin Skënderbej. Prandaj ka shkuar gjithçka në rregull. Faleminderit është shqiptar me të gjitha kapacitetet e tij, na është gjendur afër, edhe ne ka mundsuar që kjo protestë me dalë ndoshta më madhështoria prej pas luftës që ka ndodhur ndonjëherë në trojën shqiptare. Kur thoni më madhështoria, për ne ka qenë madhështoria ajo proteste e Prishtinës kur ndodhin muajt edhe në mes të pushimeve verore, me thënë drejtën, kur shumica e shqiptarëve kanë qenë me pushime, pjesëmarrja masive ishte edhe në Hag, por kur thoni ju do jetë më madhështoria, do jetë përtej sheshit Skënderbej i bie atëherë. Po sigurisht po, do thotë Tirana bashkon, ka bashkuar gjithmonë shqiptarët, kësaj radhe do të bashkon më shumë se kurrë. Është interesant është se edhe 2 protesta tjera që kemi organizuar, pritjet që kemi pas më të vogla, edhe kanë dalë shumë më të mëdha. Do thonë numri ka ardhur më tepër se sa është parashikuar, edhe njëjtë po besojmë që edhe në Tiranë ka më ndodhur një gjë e tillë si ka një numër që do të mbahet për gjatë. Zoti Mulaj, po flasim për 2 pjesë të organizimit, për organizimin shqiptar nga të gjitha trojet në shtetet ku ndodhen në rajonin tonë të Ballkanit, por edhe organizimi nga diaspora. Nga diaspora, si pritet të jetë pjesëmarrja? Ju vini nga Londra. Po, konkretisht shumë saktë artikulimi juaj. Për sa i përket diasporës, ne kemi bërë gjitha punët që duhet bërë. Siç e dëshmuam dhe herën e fundit në Hag, cilë u mblodhen aty diku rreth 12.000 shqiptarë me njoftime shumë të lira dhe pa sforcime. Diaspora është sot për sot në dispozitat e duara dhe numri i madh i shqiptarëve po vinë drejt Shqipërisë. Siç kam dhënë informacionin që hotelet, aeroporti është plot, po themi rrugët e përgjithshme nacionale toksore janë plot. Gjithashtu vjen për përmend këtu diasporën tonë në Gjermani, diasporën tonë po ashtu në Angli dhe në Zvicër, në Austri, një pjesë e mirë e tyre tashmë kanë ardhur, kanë zbritur në Tiranë. Dhe po shijojnë në rrugët e Tiranës, në nesër do të bashkohen protestës madhështore dhe protestës më të madhe që shqiptarët kanë ditë bëjnë, do jetë një moment historik. Një numër i përafërt nga të gjithë kolegët që ju koordinoni në të gjitha vendet e Europës, që pritet nga diaspora? Shifra nuk them dot, pasi është pak e vështirë, por pritet diku mbi 6.000 dhe 6.500 vinë edhe nga jashtë. Kështu që përveç shqiptarëve të Shqipërisë, Kosovës, Maqedonisë Veriut, Preshevës, Malit, Zipra do jetë një pjesëmarrje masive. Zoti Sylla, pse merr rëndësi të veçantë mesazhi nga Tirana në mbrojtje të ish drejtuesve të UÇK-s, të luftës UÇK-s, por edhe mesazhet që shkojnë për gjykatën speciale me Selin Hag, që është e Kosovës, por me Selin Hag? E kem menduar, britma jon kundër kësaj padrejtësie, nga Tirana ka jehune më të madhe. Kudo që dojmë e dërgu atë mesazh. Prandaj ka qenë tepër e rëndësishme që të ndodhë një protestë në Tiranë, sepse ky aktivitet me protesta do të vazhdojë prapë. Nuk do të ndalemi vetëm në Tiranë, po erdhi momenti, erdhi koha. Ashtu e kishim planifikuar ne që të ndodhë tani në Tiranë. Edhe kemi shumë arsye tjera, ju e dini, celulat e para të ushtarëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës, të atyre që themeluan ushtrinë shqiptare të Kosovës, këtu filluan aktivitetin e tyre. Do të morën bekimin nga Tirana për të vazhduar me luftën për shtyrem. Prandaj kemi shumë arsye tjera, po këtu janë 2 që i përmenda tash, edhe kemi parasysh faktin se shteti shqiptar, në këtë rast zoti Rama, ishte zaj fuqishëm i kësaj padrejtësie që ndodh atje. Ju është më aktiv është zoti Rama në këtë proces se sa kryeministri jonë në detyrë tani, se as kryeministri nuk është. E plot lider tjerë, prandaj ka qenë tepër rëndësishme të jemi këtu me ju,
edhe i gëzohem faktit që ndodhë kjo protestë edhe i gëzohem faktit shumë që do të jetë pra madhështore nga sheshi Tiranës me dërgu ato shqetësimet tona, mesazhin tonë atje, ku duhet dërgohet. Ndoshta nuk do t'ishte dita, por ndodhi nga një reagim i mbrëmjes së djeshme i lëvizjes vetëvendosje, pasoi reagimin dhe përgjigjen e kryeministrit Rama, vetëvendosje sërish vazhdoi përplasjen me kryeministrin e Shqipërisë për protestën që organizohet nesër në lidhje me kontributin e gjithë secilit ndër vite për krijimin e kësaj gjykate 10 vite më përpara. Si e pat të përplasje Kurti Rama një ditë para protestës që ju organizoni? Në fakt, ne shohim një anshme, kjo nuk është Kurti Rama, kjo vetëm Kurti, sepse ai e filloi. Do të thotë ata filluan për mbrëm në orët e vona, në ora 11 diku në reaguan me atë reagim që bon. Ishte tepër i panevojshëm, protesta ishte mbarkombëtare, gjithkombëtare, nuk ishte politizuar. Në fakt, Edi Rama që kishte konfirmuar apo as nuk i kërkuam që të merrte fjalën, sepse ishte ideja që të jetë e papolitizuar, e pa ngjyrime politike. Vetë fakti që ata reaguan mbrëmë ashtu me atë panike, me atë frikën se zoti Rama mund të përfitojë diçka nga kjo protestë, e tregon ligësinë e tyre, e tregon atë sa tult janë me reaguar në atë formë në këtë kohë kur ne mas shumë të kemi pas nevojë për përkrahje, ata dërguan një mesazh që kjo protestë mund të jetë e politizuar, andaj kjo edhe pengon njerëz. Në qoftë se këta ngjallin këtë reagim që mund politizohet ashtu, ka mundësi disa njerëz me hezitu dhe me ardhë. Sepse këto protesta kanë qenë madhështore për faktin që nuk kanë qenë politizuara, do të thotë nuk i kemi jep ngjyra partijake asnjëherë. E prandaj qytetarët nuk pretojnë me ardhmën e bashkangjit. Kjo gjest i ult i tyre, ne jemi mësuar në Kosovë, këtë çështje do vendosjes ne e projektojmë që shumë vite atje, por që më rrinë deri këtu do të ta sulmojnë kryeministin e shtetit Am, i cili i hapi dyert, i cili me krejt në dha institucionet e shtetit shqiptar ishin në dispozicion tonin prej A deri në Z për organizimin e kësaj proteste, e ti quhesh në gjysmë natës edhe në shoni deklarat kundër shtetit ton Am, në këtë rast kundër kryeministit Rama ishte tepër ult, po megjithatë ai ka nevojë për vëmendje sot sepse i ka humb fuqia politike në Kosovë. Në Kosovë nuk po mundet me bëj diçka tjetër, atë po provon me bëj diçka në Shqipëri. Besojmë që Shqipëria i ka dhënë këtij mesazhin më të mirë kur ky provoi me organizu zgjedhje këtu me partinë e tij lëvizjet të vendosje. Hallallu qof, e keni një jek mirë, edhe se besoj që ai ka me gjithë vend këtu ndonjëherë me pas një aktivitet tini sepse më sheli derën për njëri. Zoti Mula, ju si e pat të përplasje që erdhi orë para këtij organizimi të nesër? Përplasja ndodhi që nga momenti kur lëvizja vendosja provokoi me mesazhe ngacmuese, po them. Por nuk dua të mbroj këtu askënd. Kjo protest, ky bashkimi shqiptarëve duhet të lënë ngjyrat politike, nuk duhet përfshihen politikatë. Sepse vjoi edhe në sallën e parlamentit sot mes demokratëve. E kam ndjek gjatë gjithë kohës, duke pas parasysh edhe ato kush çka bërë për UÇK-n, Kosovën, historinë. Por këto gjëra janë të shkruara, dihet se kush e ka ndihmuar Kosovën, dihet kush e ka ndihmuar UÇK-n, dhe janë shumë e lehtë me letra. Pra, unë mendoj që politizimi i protestës së nesërme është diçka që ka qenë gati vetëm për një fije shkrepse, po themi, dhe ndezja nga lëvizja vetëvendosja ishte pothuajse diçka jo normale, por kam besimin plot që deri nesër gjakra do ulen dhe politikanët shqiptarë do bashkohen të dalin gjithë bashkë qesh. Kjo do ishte një mesazh i qartë për gjithë shqiptarët, sepse UÇK-ja është një ushtri pa të cilën Kosova nuk do ishte sot e çliruar. Pra ajo është të gjithëve. Nuk është as e Albin Kurtit dhe as kujt politikani tjetër, qofshin shqiptar apo kosovar. Ne jemi vëllezër, nesër protesta është për gjithë ne. Patjetër, ky duhet ishte mesazhi UÇK-ja dhe çlirimi i Kosovës, ne na ka bashkuar në gjithë këto vite, zoti Sylla, kështu që besoj edhe ju e keni një apel për ata që hezitojnë për të marrë pjesë nesër, kanë orë të fundit, nëse dikush i më dyshur në ndjek, besoj nga ju si nënkryetari i organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s e pret një mesazh. Po, e janë i bashkohuni, Tirana na ka bashku gjithmonë, dalim të thujmë ato shqetësimet tona për atë padrejtësi që po ndodh në gjykatën speciale atje. Protesta do të jetë paqësore, janë marrë gjitha masat nga policia e shtetit që me kalu sa më mirë, sa më qetë, edhe me përfundu qetë. I ftojmë të merrni pjesë me familje
të do këtë zonë jonë maj mirë, maj theksushëm, kur do të shojnë mediat ndërkombëtare, fëmijë dhe gra në shesh, dhe të mbushet sheshi, edhe sepse zoni jonë, që thash edhe më herët, Jehon do të ketë më të madhe nga ky shesh, se sa nga gjitha sheshet tjera. Prandaj ftojmë gjithë ata që hezitojnë, ejani, fjalimi do të ketë mira, na kujdes që më qenë shkurt, jo shumë gjatë. Zoti Gucati pak më parë më zbuloi, do të jetë ish presidenti i Shqipërisë Alfred Mojsiu, do të jetë Ali Ahmeti, do të jetë zoti Gucati dhe një familje e dëshmorë. Jemi në komunikim me një familje të dëshmorë nga Shqipëria. Nga Shqipëria që ka ra, vjen duke hezituar me marrë fjalën, por po presim konfirmimin e tyre. Edhe besoj që do të merr fjalën dikush, nëse jo, kemi edhe 2 pika muzikore. Po do të kaloj mirë, në Tiranë ja vlen më ardh edhe për qef, e lej mua për një protestë, besoj që do të mbushet sheshi. Kaq vite mbas luftës, 5 vite mbasi 4 nga ish drejtuesit kryesor të UÇK-s ndodhen të arrestuar në Haag, një proces gjyqësor që ka filluar dhe me akuza që rëndojnë jo vetëm mbi UÇK-n, dhe mbi Thaçin, Veselin, Krasniqin, apo edhe ata që janë dënuar nga kjo gjykatë. Si i përgjigjen ju si veteran të UÇK-s këtyre akuzave në adresë të luftës që është bërë për çlirimin e Kosovës? Fillojmë kështu. Prej vitit 2000 lufta UÇK-s, luftëtarët e ushtrisë shqiptare të Kosovës filtrohen këta filtra drejtësisë. Në qyr vitin 2000, plot bashkëluftëtarët tonë janë gjykuar, dënuar në përburgjet tona, kanë vujt dënimin në Kosovë. Pastaj është gjykata për krimin e Jugosllavi, plot komandantë tonë të ushtrisë shqiptare të Kosovës u filtruan. Nga Ramush Haradinaj, Fatmir Limaj, e shumë të tjerë, që shkuan dhe u kthyen të pafajshëm. Sigurisht, disa prej tyre dhe u dënuan. Pastaj na thanë ndërkombëtarët se janë disa gjykatë, është një gjykatë tani Oleksi, ka ndryshuar, nuk është unë miku, këta janë më profesional, duhet bëjmë edhe një filtr të tretë. Ndodhi edhe ajo, plot bashkëluftëtarët tonë, komandant zona u gjykuan e u dënuan. Nga ato gjykatat e Oleksit, ky është filtri 4. Por Kosova ishte e gatshme ta pranoj faktin që të filtrohemi edhe një herë, ashtu na thanë edhe liderët tonë që tani janë atje, që po akuzohen për një arsye sepse kjo gjykatë u themelu mbi bazën një raporti Dick Martit. Sigurisht, edhe UÇK-ja s'kishte çka të fshej, sepse nuk kishte asnjë bazë ligjore që UÇK-ja kishte pas mundësi me bë atë trafikim organesh që u çujka atë në shtëpinë e Verdhën Kuks. Duke qenë shumë pafajshëm, ne pa hezitim pranuam që të filtrohemi edhe një herë, sepse s'kemi çka të fshejmë, ashtu na thanë ndërkombëtarë, nëse ju frigoni mëse bëni, po ju ekni këtë njoll. Që ishte krejt e panevojshme sepse UÇK nuk ishte as baltosur që të filtrohemi edhe herë në 4. Por ne jemi kundër sepse kjo gjykatë devijoi misionin e saj. Filloi me një raport. Kur devijoi misioni kësaj gjykate? Është për çudi se raporti Dick Marti pas një viti as që përmendet më fare nga askush, nuk është pjesë e aktë akuzës. Nuk është fare pjesë, nuk diskutohet më fare, edhe kjo gjykatë më rrin deri te një dëshmitar i fundit thotë UÇK-ja më ka marrë lopën. E ka publikuar zoti Rama. Po, e kam parasysh. Për marrë përfundim. Prokuroria speciale, Prokuroria e Gjykatës Sagës, pani. Bën kërkesë, kërkon nga Gjykata Speciale me pranu prova prej 3 institucioneve, të cilat në vitet 90-ta e deri 99 me veprimin e tyre kriminal kanë bashku botën demokratike në formatin NATO dhe kanë ndërhyjtur ata me o parandaluar aktivitet kriminal. Ato janë Sigurimi Shtetëror Serb, është Ministria e Punëve të Brendshme e Serbisë, edhe është këta i kanë thonë komanda ushtarake për Kosovë dhe Metohi. Shefi i Sigurimit Shtetëror Serb, Jovica Stanisic, është i dënuar 17 vjet për krime lufte. Sreten Lukić, ka qenë ministri i punëve të brendshme në atë kohë, është i dënuar dikun 13 vite për krime lufte. Krejt shumë komandant, kësaj komandas ushtarake për Kosovë dhe Metohi që i kanë thonë ata janë dënuar për krime lufte, por këta janë dënuar në Serbi sepse Serbia pa themeluar një gjykatë veten atje, kënce për krime lufte. Për këtyre 3 organeve, Gjykata Speciale pranoi mi marr prova edhe me gjyku bashkëluftëtarët tonë. Do të thotë, tani këtu kontestohet ndërhyrja e Bashkisë Ndërkombëtare si NATO, e ashtu quhet në atë kohë, do të thotë për NATO-n, këta janë kriminal, të 3 institucione, edhe këta që u dënuan si kriminal për krimet që i kryen në vendin tonë, që ushtruan gjenocid, apo janë kredibil, më u besu
në dokumentacion që ata i prodhojnë për ne. Prandaj, kjo ishte e fundit për neve, që ishte më e papranueshmja, qysh ka mundësi kjo gjykatë mi pranu si prova ato dokumentacione, ato prova që vinë nga Serbia dhe institucionet e Serbisë. Serbit të dënuara. Sa rani. Po, patjetër. Zoti Bulaj, është bërë një diskutim i gjatë që Kosova e ka miratuar vetë këtë gjykatë. Është një gjykatë që pavarësisht se funksionon në Hagë është për shtetin e Kosovës. Si mund të vihet në lëvizje një mekanizëm nga jashtë, sepse gjithë diskutimet janë që mekanizmi apo lëvizja mund të ndodhi në parlamentin e Kosovës, në atë parlament që u miratua dhe u votua kjo gjykatë. Ka patur një përpjekje, zoti Sylla mos gaboj, në 2017, por që nuk përfundoi për ta shquar deri në votim. Nga jashtë kështë mund të ndodhi? Dihet tashmë, dhomët specializuara janë krijuar për të analizuar dhe për të parë quar deri në fund të gjithë analizën dhe për të hulumtuar se çfarë ka ndodhur me shtëpinë e verdhë. Kjo është baza. Por shtëpia e verdhë, një objekt dikun që nuk ekziston as si shtëpi e verdhë, një hamendësimi i UDB-s serbe. Dhe kjo ka qenë arsyeja kryesore se pse u kryu ndonjë specializuar. Pas rënies kësaj kauze ose akuze po themi, që edhe Dick Martin e pranoi vetë, dhe një pjesërisht tha që nuk janë të vërteta. Prokuroria u kthy në një institucion, po ashtu dhe pjesa tjetër i zbatues u kthy në institucion të cilat nuk janë më në atë rrugë në atë kondita për çfarë janë krijuar në fakt. Tani dëgjojmë edhe ca deklarata, disa deklarata që nuk kanë as sens dhe atë e bëjnë atë prokuroria, atë gjykatë jo të legjitme dhe jo serioze, dikush që shkon atje dhe më thot gjëra që për mendimin nuk do dalë në televizor fare. Dikush ma ka vjedhë lopën ose po të marrim më ka dalë nga menja emri asaj gruas serbe që kishte heroin tanto që kishin marrë atë zotëri dhe kishin shpëtuar. Po ta marrim të kundërt dhe asaj, pra. Me sa unë kuptoj këtu përbot një lojë më e madhe se e madhe pas një lloj kuptimi dhe pas një lloj përfundimisht konkluzioni konkret. Unë kam pas fatin të jem në ditën kur James Rubin ka ardhur dhe ka deklaruar aty, ka dëshmuar për gjithë ata që janë aty për dhe ishte një pjesë e madhe në procesin. Absolutisht, isha pjesë e dëgjesës publikut dhe atë ditë asaj gjykati kanë dridhë themelet sepse nuk kishte ardhur me prova ndihmës sekretari i shtetit amerikan dhe ja tha në sy. Madje në disa momente edhe vazhdoi të tallej me to. Sepse boshin pyetje, prokurorët ishin disa djemë të ri që vërtet nuk kishin, vetëm lexoshin disa deklarata që aty dukeshin sikur ishte shkruajtur Slobodan Miloševići vetë. E kupton? Edhe besoj që kjo gjykata tani me këtë protestë do bëjmë nesër ne bashkë gjithë shqiptarët bashkërisht, do të kuptojë që shqiptarët janë bashkë dhe kur bëhen shqiptarët bashkë, gjykata është vetëm thjesht ngelet ajo gjykatë që vetë këta faktike vetë kemi votuar. Por që për diçka tjetër është ngrit për akuzat Dick Martin dhe jo për pallavrat e Serbisë. Po kush mund ta kthejë le të themi këtë gjykatë, zoti Sylla, zoti Bulaj, shpejt e përbashkët për dy ju në atë mision që u votua dhe u ngrit pra. Kush është filtri, kush është mekanizmi që e rikthen? Shteti jonë, qeveria jonë, kuvendi, që nuk i kemë të konstituuar fatkeqësisht, mund të kontraktu institutet ndërkombëtare që mbikëqyrin gjykimin ndërkombëtare. Ju dini që ka prej tyre. Po, patjetër. Edhe ne vetëm kjo na kish dashur një mas shumti. Do të shkoj dikush vetëm të monitoroj për ato shkelje drejta që po ndodhin bashkëtorëve tonë atje. Veç një monitorim i mirëfillt për neve mjafton. Ne jemi të bindur që bashkëtorët tonë do të kthehen nga Haga në shtëpitë e tyre të pafajshëm. Ne jemi të bindur deri te Zoti. Vetëm një monitorim nuk dihet. Sepse nuk ka formë tjetër që mund të kush me mbikëqyr punën e kësaj gjykate. E kemi themeluar vetë, neve kemi në vazhdim aktivitetet tona që i bëjmë drejt avokimit kësaj çështje atje. Përpos protestave ne kemi komunikim të vazhdueshëm me ambasador, me politikanë evropianë, jeshim në Parlamentin Evropian para disa kohë. Sa që flasim me ta na thonë, ju keni drejt në ato që ka kërkoni, po megjithatë ju e votuat. Prandaj e hudhin topin te ne. Në fakt ne votuam, po na votuam mbi bazën e marrëveshjes që kishim me Bashkinë Ndërkombëtare, sepse në farë formë na obliguan ta bëjmë një gjë të tillë. E prandaj një monitorim i mirëfillt. Ja asoj çapo ndon gjykata speciale, djem ton do të kthehen pa fajshëm këtu. Përderisa gjykata speciale nuk mbikëqyret nga askush, nga asnjë organ.
shans nuk ka më kthy mrapa puna saj që në Parlamentin e Republikës Venit tonë që s'ka vullnet, ju e dini, shumica parlamentare janë kundër me bëni gjatë tillë, sepse ne kemi mundësi me shfuqizu, edhe me plotësim ndryshim të ligjit asaj gjykate, me marr disa kompetenca nga Kuvendi i Republikës Venit tonë, po vullnet politik nuk ka, e vetmja formë, vetmja shpresë është kjo. Monitorim ndërkombëtar se çfarë ndodh atje. Atë ditë që ndodh kjo, djemë tonë do të vinë pafajshëm në vendin tonë. Po, zoti Mulaj? Besoj që kërkimi i provave nga gjykata speciale tani është mbyllur dhe gjyqi i fundit është diku nga mesi i marsit mbasi informacionin që unë kam dhe besoj që edhe gjykata vetë presidenti i gjykatës atë ditë kur isha prapë po e theksoj ndjedhe se aty ka një boshtek shumë të madh dhe një gjë që nuk ka ekzistuar faktike. Edhe besoj që shumë shpejt bashkë me mbështetjen që do japim nesër shërimtarëve të ushtrisë Kosovës, drejtuesve të UÇK-s, të bëhet e mundur kthimi i tyre shumë shpejt. Shumë shpejt, para verës që vjen. Para verës që vjen, që të kthehen të katërt të pafajshëm. Absolutisht. Për ju citoj një deklaratë të Richard Grenell, i dërguar i posaçëm i presidentit amerikan Donald Trump për çështjet e rëndësishme globale, por ai kishte reaguar për Ursula von der Leyen, për presidenten e Komisionit Evropian, kur i kujtonte që gjykata juaj Hagës e ka mbajtur presidentin Thaçi për 5 vjet si mund t'i shpërndani këshilla gjyqësore në një vendi. Pra, Richard Grenell është një njerëz i rëndësishëm të administratës amerikane dhe presidentit Trump sot. Mesazhi i tij ishte? Mesazhi i tij ishte një reagim për zonjën Ursula von der Leyen, që e përshkruan heshtjen e saj të papranueshme për burgosjen e Hashim Thaçit, presidentit të Kosovës, për një periudhë kaq të gjatë, pra që shkoi në Kosovë dhe nuk e përmendi as si çështje, as si emër. Atëherë i bëj thirrje 2 qeverive tona, përkatëse edhe qeverisë tjetër që do vinë shumë shpejt Ali Ahmetit, 3 qeverive tona, t'i bëjnë not proteste drejtueses së Komisionit Bashkimit Evropian, e gjithë atyre që duhet me radhë, që mbi tanë të lirohen sa më shpejt. Kaq, kjo është shumë e thjeshtë, not proteste. Ndoshta zonja e përgjithshme e Parlamentit Evropian nuk është e njohur me gjithë informacionin e duhur, por duhet veproj. Ishte me sa diun dje në Kosovë, do të thoshte diçka. Në Tiranë, po do të thoshte diçka absolutisht. Pra, politika shqiptare duhet ngrihet vlerësinë e duhur dhe t'ia kërkojë këtë zonjës përkatëse, von der Leyen e tjerë. Meqense minutat e fundit, zoti Sylla dhe pastaj zoti Mulaj, unë do t'ju bëja, do t'ju lija kohën e mjaftueshme për një apel për ata që na ndjekin dhe që pse duhet të jenë nesër në orën 17 në sheshin Skënderbej. Po, protesta është mbarkombëtare, është apartijake, nuk ka asnjë ngjyrë politik, bëhet fjalë për me ngrit zonin për një padrejtësi që po ndodh në gjykatën speciale atje. Kush e ndjen veten shqiptar do të bashkohet këtë protestë, kush e ndjen veten që po i cenohet lufta jonë për liri, sakrifica e popullit tonë për liri, duhet me qenë këtë protestë, duhet me ngrit zonin kundër kësaj padrejtësie, sepse tek e fundit nëse ne do të lejojmë kështu në këto forma, në farë forme me na cenu liria jonë, ato që kemi arrit na, dikur do të bëhet shumë vonë, jo vetëm për ata, po për gjithë historinë tonë, sepse tek e fundit ushtria shqiptare e Kosovës është vetë historia e shtetit tonë matriç që është Kosova, pra ky shtet u ndërtu mbi sakrificën e popullit tonë, kësaj sakrifice i prini ushtria shqiptare e Kosovës. Prandaj është tepër e rëndësishme që nesër aty, numri duhet të jetë sa më i madh, edhe e ftojmë gjykatën speciale me numru, pra numra, sepse i duhen. Kjo ishte e bukur, e ftojmë ti numëroj këta numra. Zoti Mulaj? Një zë, një kond, një bashkim dhe jo përçarje, nesër ftoj gjithë qytetarët shqiptarë, ku do në shqiptari ku folet shqip, po ashtu dhe në diaspor, protesta është pasdite dhe biletat do t'jenë probably very cheap, shumë lirë dhe mund të vinë edhe nesër, kështu që duhet nesër dalim shesh. Faleminderit. Zoti Sylla, zoti Mulaj, ju falenderoj që ishte me mua në këtë pjesë të ditarit të pasdites, në pjesën më të madhe të këtij 3 orash që ja kemi kushtuar protestës që mbahet nesër në sheshin Skënderbej. Ju uroj suksese në organizim dhe ne do të shihemi për zhvillime të tjera, se zoti Gucati më premtoi protestë mbas Tiranës diku tjetër, por nuk e zbuloi. Faleminderit shumë, protesta nuk kish pas madhështinë e saj pa ju, mediave. Faleminderit shumë që na keni dhënë hapësirë dhe na mbështet. Shumë faleminderit. Faleminderit juve, ne do të vazhdojmë